Ja arsyeja pse duhet të flini me derën e dhomës hapur. Shumë nga ne kur futen në dhomën e gjumit mbyllin derën. Në shtrat dhe flen gjumë, kuptohet kur i ze ai. Sepse disa nga ne përpëliten për minuta të tëra dhe madje për orë të tëra derisa të na zerë gjumi. Edhe që të na këpus gjumi kur ne flem si duhet, një sulm i papritur në televizor ose në celular duke përgjuar çka të re ka edhe në rrjetet sociale. Por a duhet të flini me derën mbyllur të dhomës? Studime shkencore ka për këtë dhe citojnë të kundërtën. Nëse nuk arrini do të flini sa po futeni në shtrat, thjesht mbani derën e dhomës tuaj hapur. Kështu sugjeron International Journal of Indoor Health në revistën Indoor Air. Njerëzit që kanë vështirësi të flenë gjumë duhet të mbajnë derën e dhomës hapur pasi kjo do të mundësojë një gjumë më të shpejtë dhe më të relaksuar sidomos në situatat e vështira.